Deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa në një intervistë për CNA ka folur për protestën e opozitës e cila do të zhvillohet këtë të martë, hapat e radhës të aksionit opozitar dhe skandalet e qeverisë. Zhupa tha se protesta e opozitës nuk është thjesht një reagim momental, por pjesë e aksionit politik të Partisë Demokratike kundër kapjes së shtetit apo korrupsionit. Deputetja deklaroi për CNA se populli opozitar kërkon qeveri teknike që të jetë garante për zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Duke u ndalur te pjesëmarrja në protestat kombëtare të organizuara nga opozita, Zhupa tha se këtë të martë do të ketë një pjesëmarrje masive dhe do të tejkalohen dy protestat e shkuara kombëtare. Protesta e radhës nuk është thjesht një reagim momental, por pjesë e një aksioni të qartë politik të Partisë Demokratike kundër kapjes së shtetit, korrupsionit dhe shpërdorimit të pushtetit dhe mbrojtjes politike që po jepet qeveritarëve nda hetimeve. Populli opozitar kërkon një qeveri teknike pa Edi Ramën, garante për zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Protesta do të ketë një pjesëmarrje masive dhe sigurisht që do të tejkalojë dy protestat e shkuara kombëtare. Do të jetë një mesazh i fortë që Shqipëria nuk mund të vazhdojë të qeveriset me arrogancë, skandale dhe pandëshkueshmëri duke bllokuar edhe vendimet e drejtësisë. Është një protestë për dinjitetin e qytetarëve dhe të ardhmen e vendit, tha Zhupa. Po ashtu deputetja demokrate ju përgjigj CNA kur e pyetëm për mënyrën e përshkallëzimit të aksionit duke thënë: "Aksioni opozitar do të vijojë dhe do të intensifikohet në mënyrë demokratike dhe kushtetuese, aq sa të jetë nevojshme për të dëgjuar zëri i qytetarëve. Përgjegjësia për çdo përshkallëzim bie mbi një qeveri të lidhur me krimin dhe drogën, që njeh vetëm korrupsionin si metodë pune, ignoron problemet reale dhe sillet sikur pushteti i përket asaj dhe jo qytetarëve, sepse ka marrë pushtetin jo me votë të lirë, por u detyrohet grupeve kriminale dhe rrjeteve të narkotrafikut." Pyetet se nëse mendon se opozita me aksionin e saj është një alternativë për qytetarët teksa qeveria përballet me skandale dhe akuza të zyrtarëve të saj, Zhupa ju përgjigj: "Po, opozita është alternativa e vetme reale sot. Ndryshe nga qeveria, ne nuk kemi ndalur asnjë hetim, kemi dorëzuar çdo imunitet dhe kur kemi qenë në qeverisje dhe nuk heshtim përballë skandaleve. Aksioni ynë është dëshmi që Partia Demokratike ngre zërin për drejtësi, llogaridhënie dhe shtet ligjor. Qytetarët kanë nevojë për shpresë dhe për një qeverisje që punon për ta, jo kundër tyre. Çdo shqiptar sot ndjehet i nëpërkëmbur dhe i padëgjuar, sepse qeveria punon për një grusht klientësh. Opozita është dhe do të jetë për herë në krah të interesit publik." Nëpërmjet CNA, Zhupa i bëri thirrje të gjithë qytetarëve të marrin pjesë masivisht në këtë protestë, e cila do të zhvillohet këtë të martë në orën 17 përpara kryeministrisë. Zhupa e cilësoi këtë protestën e qytetarëve dhe shtoi se duke qëndruar indiferent e keqja na shtyp, demokracia mbrohet me pjesëmarrje, me reagim dhe me guxim qytetar. Bashkohuni, protestojmë të gjithë bashkë, kërkojmë llogari dhe nuk lejojmë që Shqipëria të mbahet peng nga korrupsioni dhe keqeverisja. Edi Rama duhet larguar një orë më parë për të hapur vendin një qeverie teknike që krijon kushtet për garë reale alternativash ku partiti përgjigjen qytetarëve, përfundoi intervistën e saj deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa për CNA.